tek fjalia ku thuhet që ata thanë, siç pritej, që Thaçi kontrollohej nga jashtë. Gjithashtu që shqiptarët e diasporës kishin ndikim shumë të fortë dhe ishin shumë më këmbgulës se ata që ishin brenda vendit. Përsëri as kjo nuk kishte befasi. Autori i këtij dokumenti thotë që këshilltarët, që sipas jush jeni ju dhe zoti Mark Weller, keni thënë që sikurse pritej, Thaçi kontrollohej fort nga jashtë. A është kjo diçka që do të mund t'i keni thënë ju autorit të këtij artikulli? Përgjigje po. Pyetje, a është kjo në përputhje me atë çfarë keni vënë re ju gjatë bisedave në Rambuje? Përgjigje po. Pyetje, cila është baza në cilën ju e keni arritur në përfundimin që zoti Thaçi ishte i kontrolluar fort nga jashtë? Mbi ç'bazë thoni këtë gjë? Përgjigje, baza për këtë përfundim janë disa faktorë. Biseda të shumta përmes thirrjeve telefonike që realizonte Hashim Thaçi me persona të ndryshëm nga jashtë. Do të thënë nga jashtë kështjellës. Pra telefoni binte në mënyrë të vazhdueshme, telefoni i tij binte në mënyrë të vazhdueshme. Që shpesh nënkuptonte që atij duhej që ose dilte jashtë ose të shkonte në një cep të dhomës. Delegacioni i Kosovës ishte në katin për dhes, kështu që mund të dilni lehtësisht në oborrin e kështjellës. Përfshirja ime në fshatin e Rambujes, domethënë jashtë kështjellës, kur kanë ndodhur negociatat, ku unë takohesha rregullisht me një shqiptaro-amerikan që kishte marrëdhënie të ngushtë me UÇK-n dhe individ apo persona të tjerë të cilët më janë identifikuar si pjesëtar të UÇK-s, ku ne diskutonim dispozita të ndryshme nga këndvështrimi i juristit, domethënë nga këndvështrimi im për sa i takon tekstit të marrëveshjes. Domethënë nga një ran kishim telefonatat që bënte zoti Thaçi, këshilltarët e jashtëm ose le të themi palët e treta e kam fjalën këtu për shembull një person shqiptaro-amerikan apo pjesëtar të tjerë të UÇK-s që kishin ide shumë të qarta dhe kishte, ti mund ta lexoje pak edhe nga gestikulacioni ose nga paraqitja. Pra, ndonjëherë ke një koklavitje ose një përzierje të aktorëve dhe ka shumë aktorë, shumë palë të tjera të cilët mua më kanë bërë që të shkojnë në këtë përfundim. Pra, krijoi përshtypja që dikush ishte në kontroll të negociatave ose në kontroll të pjesshëm të negociatave. Ose nëse ishte një pozitë as kështu as ashtu, domethënë diku në mes. Mua nuk më është krijuar përshtypje që ai kishte kontroll të plotë mbi negociatat. Por mendoj që ai përfaqësonte interesat nga jashtë dhe mendoj që këto interesa nga jashtë kishin ndikimin e tij mbi autoritetin ose mbi kontrollin ose sjelljen e tij gjatë negociatave. A e keni dëgjuar ju zoti Thaçi bisedonte konkretisht me DK-n në Kosovë? Përgjigje. Nga sa kam kuptuar unë, të paktën bazuar në pyetjet që kam bërë, po me këtë flet Hashimi gjatë gjithë kohës në telefon, unë kam qenë në delegacion, unë nuk flija te kështjella, unë flija në hotel në Versailles, por pjesën tjetër ishën gjatë gjithë kohës me delegacionin. Dhe mua më thonin, po me Kosovën po flet. Disa nga shqiptarët e Kosovës në kështjellë, të cilët takoja rregullisht. Por ideja është që më thonin, po ati i vin thirrje telefonike nga Mëmdheu. Gjithashtu fura re, tani po ndaloj, jo po për kthyse, po të më kujtohet çik mirë, më kujtohet se më shumë binte telefoni i tij, edhe ai duhet të dilte jashtë dhe bënte, nuk ishte ai domethënë që kërkonte thirrje telefonike, pa atij i binte telefoni. Ai kujtohet emri i këtij shqiptaro-amerikanit,
Përgjigje, Dino Hasani.